Dikur ishin dy miq të ngushtë, zgjuarësia dhe ndershmëria. Një ditë ndolen me anije në det. Pa pritmos shpërtheu një stuhi dhe anija u përmbys. Varka e shpëtimit kishte vend vetëm për njërin nga ata. Zgjuarësia shtyu ndershmërinë në ujë dhe mori varkën për vete. Por ndershmëria nuk u mbyt. Valët e quan në një ishull të vogël dhe të shkretë. Ajo qëndroi aty në pritje të shpëtimit. Së shpejti erdhi një varg dhe aty ishte lumturia. Ndershmëria thirrri: "Më shpëto!" Por lumturia tha: "Nëse të marr, nuk do të jem më e lumtur", dhe iku. Pastaj erdhi varka tjetër. Aty ishte statusi. "Të lutem më merr", tha ndershmëria, por statusi tha: "E kam arritur me vështirësi këtë pozitë, nuk mund ta rrezikoj", dhe u largua. Më pas erdhi gara. "Mund të vi me ty", tha ndershmëria. Gara tha: "Bota është e ashpër, nuk mund të marr", dhe u largua në det. Një tjetër stuhi e madhe filloi. Ndershmëria kësaj radhe e humbi shpresën. Por pa pritur një plak në një vark ju afrua. "Hip brenda", i tha me ngrohtësi. Ndershmëria pyeti: "Pse më shpëtove?" Plaku buzëqeshi dhe tha: "Vetëm koha e tregon vlerën e ndershmërisë." Duke u kthyer, ai tregoi varka të përmbysura në det. Zgjuarësia, lumturia, statusi dhe gara, të gjithë kishin humbur në stuhi. Pa ndershmërinë, zgjuarësia bëhet e rrezikshme, lumturia është kalimtare, statusi është një iluzion dhe gara të çon në humbje. Çfarë zgjell ti të ndjekësh në jetë? Zgjuarësinë, lumturinë, statusin, garen apo ndershmërinë? Shkruaj mendimin tënd në komentin më poshtë. Zoti të bekoftë.